Horoskopi ditor për sot, 9 janar 2026. Dashi. Energjitë e sotme ju nxisin të ndërmerrni veprime vendimtare aty ku është më e nevojshme. Ndikimi i hënës rrit intuitën tuaj, duke ju ndihmuar të përballoni kompleksitetet në punë me finesë. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të pohuar idetë tuaja me besim, por keni kujdes që të mos i shtypni përmes bisedave. Marrëdhëniet do të përfitojnë nga empatia dhe sharmi juaj i shtuar, duke ju mundësuar të zgjidhni çdo konflikt të vogël pa probleme. Financiarisht mund të lindë një mundësi premtuese, duke ju nxitur të rishërtoni investimet afatgjata. Angazhohuni me këto perspektiva pas një shqyrtimi të plot. Në një nivel personal, vetëreflektimi mund të çojë në përparime të rëndësishme në kuptimin e shkaktarëve tuaj emocional, dhe se si ato ndikojnë në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa dita zhvillohet, relaksohuni me miq të ngushtë për të balancuar intensitetin e ditës. Mos harroni, moderimi është çelësi në të gjitha gjërat. Yjet favorizojnë moderimin dhe durimin mbi impulsivitetin sot. Demi. Sot je i thirrur të përqendrohesh në stabilitet dhe siguri. Rreshtimi qiellor sugjeron një kohë përparimi të ngadaltë. Megjithatë, shpërblimet do të ja vlejnë pritjes. Maturia financiare duhet të jetë mantra jote. Vlerëso strategjitë e buxhetimit dhe identifiko rrjedhjet e mundshme. Natyra e qëndrueshme e Demit i përshtatet kësaj faze reflektuese, duke inkurajuar rritje të qëndrueshme afatgjatë. Në një nivel ndërpersonal, marrëdhëniet lulëzojnë në mprekjen tënde edukuese. Komunikimi i hapur lehtëson lidhje më të thella dhe zbut keqkuptimet. Shëndeti gjithashtu përfiton nga ritualet e vetëdijësimit ose rregullimet në rutinë. Merr në konsiderat integrimin e praktikave më holistike në jetën e përditshme. Mund të arrihet një ekuilibër midis angazhimeve të punës dhe kohës personale, duke sjellë qartësi në qëllimet dhe qëllimet. Ndërsa i qaseni detyrave, zbatoni të menduarit metodik të shoqëruar me durim për t'i parë ato deri në realizim. Mos harroni, hapat e ndërmarrë sot janë fara për prosperitetin e së nesërmes. Binjakët. Në yjet e sotëm, përshtatshmëria dhe fleksibiliteti janë aleatët tuaj më të mëdhenj. Merkuri, planeti juaj sundues, thekson aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një ditë ideale për negociata ose zgjidhjen e konflikteve. Mendja juaj e shpejtë dhe sharmi ju lejojnë të lundroni pa probleme në ndërveprimet shoqërore. Profesionalisht, jeni të hapur ndaj ideve të reja, por ruani fokusin për të parandaluar shpërqendrimin nga detajet e vogla. Është një ditë e shkëlqyer për të menduar zgjidhje inovative që fuqizojnë projektet e ekipit. Në marrëdhënie, kurioziteti juaj natyror çon në biseda freskuese që thellojnë lidhjet, por dëgjoni aq sa flisni për të nxitur ekuilibrin. Sa i përket shëndetit, thyeni monotoninë me një aktivitet spontan në natyrë për të rimbushur mirëqenien tuaj mendore. Financiarisht, kontrolloni 2 herë llogaritjet për të shmangur mbikëqyrjen. Energjia kozmike mbështet eksplorimin dhe të mësuarit. Prandaj përqafoni mundësitë për vetëpërmirësim ose përvetësim aftësish. Yjet ju kujtojnë se rritja shpesh ndodh kur dilni jashtë zonave të rehatisë. Gaforria. Sot ju nxit të shprehni emocionet tuaja hapur dhe të forconi sferën tuaj shtëpiake. Hëna, planeti juaj sundues, rreshtohet për të rritur intuitën dhe ndjeshmërinë, duke ofruar njohuri të thella mbi dinamikën familjare. Kanalizoni këtë energji drejt forcimit të lidhjeve dhe ndikimit të ndryshimeve pozitive brenda mjedisit tuaj shtëpiak. Profesionalisht, qasja juaj empatike mund t'i udhëheqë përpjekjet e ekipit në mënyrë konstruktive, duke krijuar harmoni dhe qëllime të përbashkëta. Megjithatë, keni kujdes nga empatia e tepërt, e cila mund të çojë në lodhje emocionale. Financiarisht, është koha për të vlerësuar shpenzimet e kaluara për të planifikuar stabilitetin e ardhshëm. Përqendrohuni në strategji praktike, kursimi dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Ndërsa dita zhvillohet, gjeni momente për kujdesin ndaj vetes. Angazhimi në një aktivitet qetësues ose lidhja me natyrën mund të rigjallërojë shpirtin tuaj. Përqafojeni këtë fazë si një fazë transformimi përmes reflektimit dhe dëmshurisë. Mos harroni, kujdesi për të tjerët fillon me kujdesin ndaj vetes. Luani. Qielli sot vë në pah potencialin tuaj udhëheqës dhe talentin krijues. Dielli, forca juaj qeverisëse, ushqen besimin duke ju mundësuar të dilni në qendër të vëmendjes dhe të tërhiqni vëmendjen pa mundim. Kjo është mundësia juaj për të udhëhequr iniciativat, për të besuar instinkteve tuaja dhe për të frymëzuar ata përreth jush. Profesionalisht, idetë tuaja vizionare mund të çojnë në përparime të rëndësishme. Ndani ato me bindje duke siguruar përfshirje bashkëpunuese.
Në aspektin ndërpersonal, ngrohtësia dhe bujaria shkëlqejnë, duke nxitur marrëdhënie harmonike. Partnerët dhe miqt kërkojnë nga ju udhëzim dhe mbështetje. Përqafojeni këtë me mirësjellje duke ruajtur kufit përkatës. Financiarisht, monitoroni daljet për të parafruar shpenzimet me ambicjet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, shfrytëzoni rezervat e brendshme të energjisë duke u angazhuar në aktivitete rekreative ose ndjekje artistike. Kjo ndihmon në zbutjen e stresit. Universi ju inkurajon të shkëlqeni me shkëlqim, por me përgjegjësi, duke u lejuar të tjerëve të dëshmojnë autenticitetin dhe pasionin tuaj të vërtet. Jini të sigurt, luani, bota është skena juaj. Virgjëresha. Peizazhi kozmik i sotëm kërkon të përmirësoj aftësitë tuaja organizative dhe analitike. Kjo është një ditë për të përmirësuar detajet dhe për të zbatuar sisteme efikase si në aspektin profesional, ashtu edhe në atë personal. Përdorni depërtimin tuaj të mpret për të identifikuar përmirësime në proceset ekzistuese, duke nxitur produktivitetin dhe harmoninë në projektet në grup. Komunikimi rrjedh lehtë, por qëndroni të qartë dhe të saktë për të shmangur keqinterpretimet. Në marrëdhënie, dialogu konstruktiv çon në lidhje të forta. Përdoreni atë për të adresuar çdo problem të mbetur me diplomaci. Financiarisht, rishikoni investimet për të siguruar përputhje me objektivat. Planifikimi strategjik sot hap rrugën për stabilitet nesër. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mirëqenien holistike. Rregullime të vogla në dietë ose rutinë mund të krijojnë ndikime të rëndësishme pozitive. Ndërsa mbrëmja vjen, gjeni ngushëllim në aktivitetet introspektive që përqendrojnë mendjen tuaj, duke sjellë qartësi në aspiratat tuaja. Mos harroni, progresi është një seri hapash të vegjël dhe të matur. Besoni në qasjen tuaj të detajuar për të udhëhequr rrugën. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri mbështesin thelbin tuaj, dhe sot yjet i theksojnë këto tipare. Venusi, ylli juaj udhërfyes, nxit një mjedis të pjekur për forcimin e partneriteteve dhe thellimin e lidhjeve emocionale. Profesionalisht, natyra juaj diplomatike shërben si një urë në zgjidhjen e konflikteve, duke lehtësuar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Shfrytëzojeni këtë aftësi për të çuar përpara projektet dhe aleancat e ekipit. Financiarisht, është një periudhë për investime konservatore dhe rikalibrim të buxheteve për të parafruar me qëllime të afatgjata. Kërkoni këshilla financiare nëse është e nevojshme për të lundruar në çdo pasiguri me besim. Shoqërisht, sharmi juaj tërheq njerëzit drejt jush, duke ju bërë një fener pozitiviteti në tubime. Megjithatë, jepni përparësi kujdesit për veten për të parandaluar lodhje nga angazhimet shoqërore. Praktikat meditative ose hobi krijuese mund të rivendosin paqen e brendshme dhe të rigjallërojnë shpirtin. Kozmosi ju fton të kultivoni një ekuilibër të qetë, duke balancuar ëndrat me praktikën për rritje dhe përmbushje të qëndrueshme. Akrepi. Dinamikat qiellore të sotme i japin rëndësi transformimit dhe fuqisë së introspeksionit. Është një kohë ideale për të përqafuar ndryshimin, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Reflektoni mbi përvojat e kaluara për të fituar qartësi mbi modelet e përsëritura dhe për të përqafuar transformimin kuptimplot. Profesionalisht, njohuritë strategjike mund të zgjidhin probleme komplekse. Përdorni intuitën tuaj për të përballuar sfidat në mënyrë efektive. Në aspektin e marrëdhënieve, ndershmëria emocionale çon në lidhje më të thella. Mos u shmangni nga bisedat e vështira pasi ato hapin rrugën për shërim. Financiarisht, energjia mbështet thellimin në kërkime për investime të ardhshme. Mbështetuni në analiza të hollësishme në vend të spekulimeve. Në një nivel personal, eksploroni praktikat shpirtërore ose rrugët krijuese për të kanalizuar energjitë intensive në mënyrë produktive. Ndërsa dita kalon në natë, përqendrohuni në teknikat e relaksimit për të çlodhur. Kozmosi ju dhuron forcën për të përballur me hijet me guxim, duke sjellë fuqizim dhe rritje të ri për të rirë. Shigjetari. Yjet nxjerrin në pa një ditë kurioziteti dhe eksplorimi. Me Jupiterin që mbush entuziazmin, është koha për të kërkuar përvoja të reja dhe për të zgjeruar horizontet. Përqafoni mundësitë që zgjerojnë njohuritë dhe kuptimin tuaj, nga punëtoritë të udhëtimet spontane. Profesionalisht, idetë tuaja vizionare mund të çojnë përpara projektet. Megjithatë, sigurohuni që të keni kornizën praktike për t'i mbështetur ato. Në marrëdhëniet personale, pikpamja juaj optimiste frymëzon të tjerët. Nxisni lidhjet përmes përvojave të përbashkëta dhe diskutimeve tërheqëse. Konsideratat financiare duhet të përqendrohen në planifikimin afatgjatë. Shmangni blerjet impulsive dhe jepni përparësi kursimeve. Inkurajoni një ndjenjë ekuilibri në shëndet duke përfshirë aktivitetin fizik që stimulon si trupin ashtu edhe mendjen.
Ndërsa afrohet mbrëmja, relaksohuni me lexim të lehtë ose dokumentar interesant që ngopin kërkimin tuaj për dije. Universi ju inkurajon të eksploroni me zemër të hapur, duke besuar se shtigjet e reja do të zbulojnë thesare që ja vlen udhëtimi. Britsjapi. Me ndikimin stabilizues të Saturnit, sot ka të bëjë me disiplinën dhe guximin. Është një moment i shkëlqyer për të hedhur themelet për ambicjet afatgjata, duke shfrytëzuar aftësinë tuaj të lindur për planifikim strategjik dhe këmbëngulje. Sferat profesionale përfitojnë nga qasja juaj metodike, duke e bërë atë një ditë ideale për të përballur me detyra sfiduese dhe për të vendosur objektiva të qarta. Komunikoni këto plane me saktësi për të fituar mbështetje nga kolegët. Në marrëdhëniet personale, durimi dhe mirëkuptimi ushqejnë lidhjet, duke ka përcyer boshllëqet e krijuara nga keqkuptimet. Financiarisht, rishikoni investimet për përputhje me qëllimet e ardhshme. Menaxhimi i kujdesshëm siguron rritje dhe siguri. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat integrimin e praktikave të vetëdijes ose relaksimit për të balancuar rutinat tuaja të vështira. Ndërsa dita zhvillohet, caktoni kohë për pushim për të rigjallëruar shpirtin tuaj dhe për të ruajtur ekuilibrin. Mos harroni, britsjap, durimi kombinuar me zellin nxit sukses të qëndrueshëm, duke ju udhëhequr në një rrugë drejt aspiratave të realizuara. Ujori. Inovacioni dhe humanizmi janë thirrja juaj sot. Pasi planeti juaj sundues, Urani, ju inkurajon të thyeni kufit konvencional. Profesionalisht, është një kohë për ide pionere që sfidojnë status quo. Perspektiva juaj unike mund të jetë instrumentale në udhëheqjen e ndryshimeve revolucionare. Bashkëpunimi është thelbësor. Prandaj angazhohuni me individ me të njëjtat mendime për të zgjeruar ndikimin tuaj. Në marrëdhënie, përqafoni autenticitetin dhe transparencën për të krijuar lidhje më të thella. Financiarisht, mendoni jashtë kornizave, eksploroni mundësi investimi jo konvencionale, por të sigurta për diversifikim. Angazhohuni në aktivitete që stimulojnë intelektin dhe kreativitetin për të nxitur mirëqenie mendore. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të reflektuar mbi vlerat personale, duke u siguruar që ato përputhen me veprimet tuaja. Sharmi juaj i çuditshëm mund të frymëzojë ata përreth jush. Prandaj ndani vizionet me optimizëm. Kozmosi ju kërkon të jeni një mbajtës pistar i ideve të reja, duke përqafuar rolin tuaj si një ndryshimëbërës me besim dhe guxim. Peshqi. Intuita dhe dëmshuria juaj janë në qendër të vëmendjes sot, me Neptunin që rrit aftësitë tuaja empatike. Kjo energji e bën atë një kohë optimale për përpjekje krijuese dhe partneritete ushqyese. Profesionalisht, besoni instinkteve tuaja kur zgjidhni problemet dhe përqafoni anën tuaj imagjinative për të gjetur zgjidhje që të tjerët mund të mos i shohin. Lidhuni me kolegët në një nivel emocional për të nxitur frymën e ekipit dhe vullnetin e mirë. Intuita juaj shërben si një udhërfyes në marrëdhëniet personale, duke ndihmuar në kuptimin e emocioneve themelore pa dialog verbal. Financiarisht, analizoni zakonet e shpenzimeve dhe eksploroni strategji të reja kursimi për suksesin e ardhshëm. Relaksimi është thelbësor. Merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete artistike ose medituese për të rimbushur. Ndërsa afrohet mbrëmja, kërkoni vetmin për të reflektuar mbi aspiratat dhe ëndrat, duke lejuar në ndërgjegjen tuaj të udhëheqë qëllimet e ardhshme. Besoni në mençurinë tuaj të brendshme, peshqit, pasi ajo ju çon drejt përvojave të pasuruara dhe përmbushje shpirtërore. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.